Në këtë video do të flasim pak për një patologji që emërtohet fibromialgjia. Është një patologji me etiologji të panjohur që parimisht i prek femrat. Do thot rreth 90% të rasteve haset tek femrat. Karakterizohet me shumë pika të ngacmueshmërisë apo ato që emërtohen trigger points, që zakonisht janë simetrike dhe janë identifikuar të paktën 18 lokalizime karakteristike të këtyre pikave, duke përfshirë pjesën oksiditale të kokës, qafën, krahët, pastaj bryllat, brinjët, gjunjët si dhe pjesën e gluteusit. Sa i përket klinikës, kemi një ngurtësim trupor dhe një dhimbje të shprehur muskuloskeletale si dhe një lodhje të tepërt tek ta pacient. Këto zakonisht përkeçësohen kur kemi ndryshime të motit, si dhe në temperatura të ftëta, pastaj në situatat stresuese, në çrregullimet e gjumit, si dhe zakonisht janë më të përkeçësuara në mëngjes. Ndërsa si faktor përmirësues të këtyre faktorëve apo këtyre manifestimeve klinike të fibromialgjisë shërben i ngrati apo temperaturat e ngrata, pushimi, si dhe aktiviteti fizik me intensitet të ulur. Vlen të përmendet që këta pacient shpesh janë edhe pacient depresiv si dhe pacient anksioz. Sa i përket diagnostikës, duhet që të paktën 11 nga ato 18 trigger points që i përmenda të jenë të përfshira, si dhe të zgjat për më tepër se 3 muaj. Ndërsa si konfirmues apo testim konfirmues për fibromialgji nuk kemi, për këtë arsye është shumë e rëndësishme që të përjashtohen, do thot ato patologji që mund të përngjajnë në diagnozë diferenciale, siç është për shembull sëmundja reumatoide, polimialgjia reumatike, spondiliti ankilozant, më pas sëmundjet apo çrregullimet si depresioni, çrregullimet e somatizimit e shumë të tjera. Kur jemi tek trajtimi i fibromialgjisë, vlen të përmendet që amitriptilina është terapi e rendit të parë, e ndjekur më pas nga milnaciprani dhe pregabalina, të cilat gjithashtu mund të përdoren, mirë po mund të përdoren edhe anestetikët lokal në situata të fibromialgjisë akute. Pacientët zakonisht këshillohen që të merren me aktivitet aktivitet fizik me intensitet të ulur dhe të marrin gjithashtu një vlerësim psikiatrik për arsye të diferencialeve që i përmenda. Kjo ishte shumë shkurt sa i përket fibromialgjisë.